Ish zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, është vetë dorëzuar tek autoritetet pas shumë muajsh në Arati. Lajmi raportohet nga mediat shqiptare në Maqedoni të Veriut që kanë publikuar dhe video nga momenti i dorëzimit në pikën kufitare të Bllacës që e lidh shtetin me Kosovën. Ministria e Brendshme ka konfirmuar arrestimin e tij përmes një deklarate. Në orën 06:10 në pikën kufitare Blac në hyrje të shtetit është privuar nga liria Artan Grubi, i cili kërkohej me fletarrest ndërkombëtar, lexohet në një deklaratë. Artan Grubi është i përfshirë në një hetim që lidhet me dyshime për keq përdorim të postit zyrtar, korrupsion dhe shkelje të procedurave të prokurimit publik në kuadër të rastit që ka të bëjë me funksionimin dhe kontratat e lotarisë shtetërore të Maqedonisë së Veriut. Sipas drejtësisë në Maqedoni të Veriut, hetimet kanë të bëjnë me vendime dhe kontrata që dyshohet se kanë shkaktuar dëme financiare të konsiderueshme në buxhetin e institucionit që përllogaritet në 500 milion denar apo mbi 8 milion euro. Prokuroria pretendon se përmes procedurave të kontestuara janë favorizuar subjekte të caktuara ekonomike. Gjykata paraprakisht kishte caktuar mas paraburgimin ndaj Grubit, ndërsa autoritetet e kishin shpallur në kërkim për shkak të mosparaqitjes para organeve të drejtësisë. Artan Grubi ishte vendosur edhe në listën e zezë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.